pa përshkrume edhe të mjek kanë qenë pa përshkrume. Ki mësi pak po? Kom snajper të marrën on për tej, dalun. Në më thonë këto, të kjo pjesa këto? Po, kom këto të marrën edhe ka dalë këtej. Në më thonë ka dëbërtu on për tej. Po, fatëbërsisht nuk em ka prej ka zgju as kështu. Po, ishë problemi të mjekt. Se ishë ofenziva e gushtit e 98-ës edhe ishë problem me siguru mjek në atë ko. Ramushi dojke me më leviz, me më qitë ose në Shqipëri ose dikun. I thash jo, bone një zgjidhje tjetër se nuk levizi. Atëherë ka ra në kontakt me disa mjek edhe një për tyne ka qenë edhe shoqëri me Majpejes, që shë Majman tash në atë ko. Selman Berisha i fshatit aty afër neve i Rëzniqit, edhe me ta ka ardhë, me kryqin e kush ka ardhë edhe Selmonin i kishim prezent doktorin aty, po ka ardhë Shpëtim Rova i Ndjerit, tash doktori që ka ranë Mina. Kanë bo 3 ditë me kryqin e kush më ardhë, deri me pa gjendjen e njoflës a është e thyme, se nuk u di ka është e thyme, na i kishim rengenet, i kishim gjitha, po s'kishim staf mjaftushëm mjekve në atë po. Edhe i nërë dhe kanë pa, dhe me thonë mas një mborë në genet, atë të mas një jave kanë pa që, dhe me thonë njofla nuk është e thyme, vesh një pjesë e ka qa, ka dalë njoflës, edhe një dhëm e ka hek. Edhe atëherë, unë i pashtu këshyrë edhe një farforme e lujshin në kryt atin. Edhe që ka adin, se nuk e disha asë që ka, se s'mush asë me folë shumë, se i kisha krejt lidhën. Thëshin nuk ka mundësi me hi plum i kështu edhe me dalë edhe mos me bo asë një dëmë, kjo është më shkru në liber të genisit një farformë. Po, kom edhe plak tjera. Plak tjera ka i ki bujanësën? Kom qafe, kom pjesën e komës, pjesën deri të kuki ka, dhe me thonë shumicën i kom pjesë të halam rënda një kom. Pjesë granatës? Granatës e të këtyne, në qafe kom ende më rënda në e baj. Kom fishek maron që kanë depërtu. Këtë në qafe ki pjesën e granatës, a? Po, ende. E kom afer arterjes kështu edhe ma kanë preferu që mos me hinë nështë në operacion. Po, nuk është shumë që mundet me bo domë, se e ka bo vendet e vetë, ashtë i kanë bo, nuk levizin ma shumë, po është ma rëzik nështë me hi me operu se me leon aty ku është. Falë zotit je gjallë që qërë, nga tërkitje për Bujarën, bravo. Bujarë, se e fillum kështu pak si shëshnësht, po si ke fillu, dhe me thonë, me kur ke dëgju për erë parë për këtë, dhe me thonë, mështrinë qëllimtarët Kosovës edhe për informacionet që se ti, nëse s'gaboj keni jetu bashkë me një shpi me Kryeministri Ramush Haradinaj? Po, jem konë një shpi, jem rritë bashkë, edhe dikun të viti 93-94 jenë ndasi gjithë. Si kretë dynjoja? Shqiptarët. Unë kam qenë, Leoni ka qenë pak maj ma sonë në moshë, dhe me thonë a i ka qenë 3 vjetë maj ma sonë, 3 e dishka që ashtu. Dhe, po, unë jem rritë me Leonin. Ramushi apet o konë pak maj ma se na edhe shkollimet e... Me thonë, Ramushi o konë pak ma aktiv ka temat edhe, për të flasë edhe patriotike, protestat që bëshin në atë ko, po unë isha hala i ri. Edhe po me Leonin jëm rritë, dhe me thonë, edhe kem pas shumë shëshni të mirë, jo që kem qenë, nështë atë jem pisë në rrëdje, po kem pas një shëshni të mirë, dhe me thonë që kem kalu shumë mirë, edhe Leoni ka qenë shumë djallë korrekt edhe të kalimun shumë procese, edhe një dit ishim të punu aty të shpia janë, i sharë fakt për shpis vetë, ishim të shpia janë të punu, edhe ishim të punu t'i shkarrat shpis aty, edhe pishojmë një kert policisë, Niva e në konë në atë kohë. Po, e vërtet. Edhe e pam dikun një 200-300 metra. Ma lërgë, edhe Leoni po më thotë, tha, a levizim pak që nej. Po, në nuk disha kur gjohë, qa të më thonë. Thash, okej, shkum pak manel, dhe kem pas një farare mra pa shpis atje. Mjellë në kalama qa konë në atë kohë. Edhe, tha, adhe rrim, shtu pak, tha, unë e pisha cigaren. Po nuk e pisha nërsi prendve kështu. Dhe si tha i cigare shtu, tha rrim shtu. Najtem 20 minuta, po nuk disha kur gjohune. Edhe tha,
aty për herë të parë, do më thonë, e kom kuptu se Leoni nashta është edhe tu në ndjek për dikuj, edhe për herë të parë ja kom pa armen. Si sot dhe kujtoj, e ka pas një kold Amerikan që janë me 6 fishek, kështu, edhe i ka pas një 6-7 fishek një kesë ose bishkat shelne, kështu.